Edhe disa orë na ndajnë nga nisja e prajmit të Big Brother VIP Albania 5. Këto ditë në shtëpis ka pasur qetësi, madje edhe ofendime deri në prekje të familjes. Rasti më i rëndë është Rogerti që i kujtoi Malit familjen duke i thënë: "Kush ta ka bërë më shumë traumë, nëna apo babai?" Rasti tjetër është Ina dhe Casey, që i drejtohen Stenaldos duke i thënë se je maniak e shikon gocat, duke e ditur që Stenaldo nuk shikon. Apo edhe ofendime të Caseyt ndaj Kristit. Debata ashpër ka pasur edhe mes Mateos dhe Mirit, si edhe plot raste të tjera. Shohim çfarë vendimi do të marrë produksioni i Big Brother VIP për gjuhën e dhunës që është përdorur, sidomos nga Rogerti. Por sigurisht, kurioziteti i të gjithëve është se kush do të largohet sot. Në nominim janë Angelo, Artan, Casey, Juela, Greta, Krusita, Rogert, Mal, Miri, Mateo. Sondazhe të shumta janë hapur për të parë se si ka votuar publiku. Në sondazhin me pyetjen "Cili banor duhet të lërë shtëpinë?", kemi këto rezultate. Banori më i votuar për të lënë shtëpinë është Casey me 513 vota. Në vend të dytë, Rogerti me 359 vota. Vendi i tretë, Angelo, 178 vota. Më pas, renditja vazhdon. Juela, 83 vota. Artani, 67 vota. Miri, 58 vota. Greta, 26 vota. Mal, 21 vota. Krusita, 28 vota. Mateo, 26 vota. Shohim se banori më i votuar për të dalë është Casey, pasi publiku nuk e pëlqen sjelljen e tij ndaj Stelinës, si edhe faktin që përdor gjuhë thyese. Edhe sigurisht, në vend të dytë është Rogerti si më i votuar. Për publikun, gjuha bullizuese dhe ofendimet janë të patolerueshme. Por siç dihet, është produksioni ai që vendos se kush do të dalë sot. E produksionit Casey i duhet për të parë si do të shkojë lidhja me Inën. Po ju, kush mendoni se duhet të dalë sot? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.